E ta shikojmë biskotën e fortunës. Ta zgjedh një. E kam zgjedhur këta. Ta shikojmë. Një periudhë plot suksese dhe plot probleme të shumë pritura është gati të nisë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Për ata që nuk më njohin, unë jam Anisa dhe ky është kanali im i YouTube-it. Më në fund u ktheva me një tjetër video. Sot është data një shkurt dhe dua t'ju them një muaj të mbar. Uroj që ky muaj të jetë më i mirë se janari, se e dim të gjithë që janari është një muaj pak i lodhshëm. Nuk e di për juve, po mua më ka ikur janari pa e kuptuar edhe pa e ndjer fare. Nuk e di se si ndodhi kjo, por janari ka ikur sa hap e mbys syt, se mua gjithmonë janari më zhdukur shumë fare i gjatë, por këtë radhë nuk e di çfarë ndodhi, mu duk me të vërtet i shkurtër. Ne do pim kafen e mëngjesit edhe kthehemi më vonë. Për mëngjes, kafe dhe brioche. Allora, poi ti mando un video come mangiare. T'ju tregoj pak shpejt shpesën. Ka marrë nga këto manaferat, mister, avokado, këto janë fara lule djedhi, fara lule djedhi, 2 mozzarella, 2 prosciutto pule, 2 gnocchi, snack për Oçon dhe 2 snack kroko dhe 2 snack, një nga kjo që ka dalë re dhe një tjetër që ja fsheva sepse ai ja erdhi në tavolinë aty. Të shikoj bulgur, buk, aneto, kjo është ja rova emrin për momentin. Kopër, 2 nga këto, unë e marrë këtë markën se është shumë e mirë, më pëlqen shumë, por unë i bëj vetë. Por kur i vë në frigorifer, ndonjëherë që kam uri, sa të pres ato që të shkrihen, kështu që kam këto, 2 sallator, kjo e merr Edi me që unë drek nuk gatuaj, 2 na që i them në italisht domate, mora 2 nga këto, por ishin të shpifra, nuk më pëlqyen, buk, mandarin, portokalle, edhe një shampo për flokun për Edin. Plus, dua të them pak që thonë aty në Itali kushtojnë gjërat lirë. 7,87 centesimi ka bërë vetëm pula gjoksi pulës, që ka vetëm 4 sopë. Imagjinoni. Një mish për Oreua nuk do t'ja di fare se ka mish tu, nuk i ka qef fare. Një mish që i bëj për gjëllën, Vici, është 7,72 €, këto 3 herë mund ta bëj. Kjo është mish i gri Vici, kushtonte 8 €, edhe kjo 5 € më duket, po, 4,86 €. Tani më thoni sa kanë kushtuar të gjitha këto. Shkoj tek IKEA. Vlogun. Gjëra që do bëjmë tani është të ikim në shtëpi, se kemi lënë Oçon vetëm, dhe unë të vazhdoj vlogun tim. Dhe mishin e preva direkt, ta vë në përvënde tani dhe të jem rahat. Doja të bëja dhe mishin e gri, por sinqerisht nuk e di pse. Ndoshta nga që dije fjeta shumë vonë, një plus jam lodhur shumë se kam tundur, kam shkundur shtëpinë. Edhe nuk e di, e ndjej veten sot shumë të lodhur. Plus tër natën nuk kam fjetur shumë se Oreua flinte tek unë, edhe nuk kam fjetur shumë, këto dolën t'i fus në frigorifer
edhe do rikthehemi përsëri. Bëra këtë mishin që është super i holl. Kishte vetë pak djath edhe rukola, por unë rukolën shumicën ja hoqa sepse nuk më lë shije të mirë, se unë e provoj pak fare sa të marr atë vitaminën dhe kur e kam atë më vjen përzierje, them troç. I kam hedhur, mund t'i hidhni dhe proshut, mund t'i hidhni dhe spinaq, por unë spinaqin e bëra atje dhe nuk pata, i bëra vetëm me djath, këto që kishe vetë, edhe këto janë ara, janë të përziera, kështu që del super e mirë se e kam bërë dhe një herë. Kështu që tani le ta bëjmë rrumbullak dhe ta fusim te xheria me presion. Tani e vendosa në tenxhere me presion dhe do t'i hedh vaj ulliri. Do t'i hedh gjys gote ujë të kësaj edhe krip. Edhe është gati për 30 minuta që unë e bëj me ata flakën e avashtë. Mos kujtoni se e lash këtu, vura në presion mishin. Po bëj bizele edhe po bëhet edhe rizo orizi. Termat i themi pak në italisht, do njëre i harojmë, por mos e vini re dhe mos thoni që është mendjemalsi, por është mangësi për momentin. Dua t'ju tregoj gjërat që bleva. Por, para se t'ju tregoj gjërat që bleva, dua t'ju them që vajzat që jetojnë në Itali janë super shumë fatlume. Ta largoj çik se e kam te fytyra. Janë fatlume sepse te se lunga gjeni produktet koreane, është marka Toriden, por besoj se kjo është një hap i mirë për të sjell risi të reja tek Eselunga, ndoshta ju vinë edhe marka të tjera koreane, kështu që kryqëzoni duar që të vinë atje dhe të kemi mundësi t'i marri më shpejt. Sepse, këtu çmimi është sigurisht më i rritur, se jo transporti, jo gjërat e tyre që shumica që merren me biznes i din, ka rritje çmimesh, nuk e shes si njësoj si mund ta gjesh tek, kam një qime që s'po më lë radh, tek YesStyle, por te YesStyle do duash 1 muaj ose 2 muaj që të vinë produktet. Kështu që këtu vërtet i merr gjys çmimi më shumë, por të paktën i merr direkt, i përdor, nuk është të dorish në 2 muaj bobo jam në shtëpi, bobos jam në shtëpi, por nëse doni që të kurseni si që bëj unë, i marrë tek YesStyle, do më thoni që po mbron YesStyle sepse bashkëpunon. Unë bashkëpunoj, por kam edhe shumë, ju nuk i dini ato mbrapa skene që bëj unë, kur më vinë disa biznese që nuk janë të njohura, më sjellin produktet, unë i provoj, kur nuk më pëlqejnë, unë i them nuk mund ta bëj video, sepse kjo nuk më pëlqevi ose më dha një reakcion në lëkur, më janë lutur që të bëj dhe me pagesë dhe prap nuk kam pranuar sepse sinqeriteti është mbi të gjitha. Dhe tani ka ardhur koha që t'ju tregoj produktet që kam bler vetë, kam bler një mal me produkte, por këtë radhë do shikoni vetëm ca. Mora tek Pepco, këtë produktin është një aromë për shtëpi që i vë dhe ato këtu, por unë bëra një DIY edhe ja hoqa kësaj këtu, i vendosa në një vend tjetër që do t'i shikoni te videoja e radhës që do jetë të shtunën ose të mërkurën. Nuk e di, sepse si që ja thash, mund të postoj video edhe të mërkurën në mëngjes dhe kjo ka kushtuar 2,50 €, era ishte super e mirë, edhe me kaq pak lek ja vlen, ja super vlen. Pepco je në zemrën tonë sepse po sjell gjëra që do t'i blinim 2 fish. Gjithashtu kam bler edhe këto klëfje janë së prafi. Klëfje për jastakun, sepse po i shikoja shumë bosh këtë vendi këtu, sidomos
në janar që pas heqjes së atyre zbukurimeve të bukura, shtëpia binte në qetësi dhe thash, okay, do shfrytëzoj lek dhe do t'i ble, dhe një nga këto kushtonte 4 euro dhe unë mora 2 8 euro, kështu që këto më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. T'i bëjmë dhe një foto kësaj që ta kemi për intro. Filloj me disa produkte që kam bler për shtëpi. Kam bler 2 joace alkoole që i përdor për shtëpinë, por okay, nuk do t'ju tregoj këtu sepse xha i kam përdorur. Ndërkohë bateria po më lë shëndet, sepse sa po postova një reels në Instagram dhe është me të vërtet i bukur, por kam bërë një gabim. Ta më thoni qa gabimi. Muzika më ishte fshirë dhe ishte pa muzik fare. Kisha marrë shumë shikime aty, shumë like. Për herë të parë gjithmonë kur e hedh është e bukur, pastaj herën e dytë kur e hedh, përsëri nuk të bëjnë më shumë se xha e kam parë. As nuk të suportojnë që ta bëjnë aj se gjuna i ku vidja. Nejse. Kam marrë për së dyti këtë Pink Star për robat, e përdor dhe më pëlqen, i lanë mirë, shkumzon, më pëlqen, përderisa e kam bler për herë të dytë, ka një review super. Do ju thoja, një ditë ju thash që do t'ju jap një review për këto, por do t'ja jap pasi të mbaroj haulin. Kam bler 2 nga këto që janë për larjen e çimendove, edhe një e kam përdorur për jashta, një do t'a përdor për në shtëpi. Sepse këtu në dimër ka shumë lagështi dhe nëse i lanë me ujë të bollshëm, mykun e ke nga të gjitha anët dhe rrezikon veten tënde, jo për gjë. Kam bler tek Teddy këtë këtu që është e bukur. Këtu mundet edhe ta ngjyrosësh, por unë nuk jam ai tip, më mirë ta lë njëshe neutral. Më në fund që e kam përdorur, se s'do prisja aulin, kam bler këtë scrub, kjo është scrub mami, që është nga të 2 anët, një e butë dhe një e fort. Më ka ndihmuar, është në këtë ngjyrë në fakt. Më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, edhe nuk është nga ato spunjat që vinë erë me një herë. Ata i lanë me ujë të nxehtë, mund ta fusësh në lavatriçe, mund ta lësh me orë të tëra në ujë që ti ki pa pastërtia, nuk ban as pak pa pastërti. Në fakt ka marrë linjën komplet të kësaj, por nuk po i shikoj këtu, nejse. Kam bler një nga këto për gotat e gjata për t'u larë, sepse mundohesha shumë kur i laja dhe sa e pashtë ti je im ja thash, direkt do ta marr. Kështu që e mora, kam bler, kjo është lievito, maja, si për ëmbëlsira, si për bukë, që të bësh çdo gjë që nuk është për ëmbëlsira. Tani kush është për ëmbëlsira këtu? Këtu nuk e thot, por ndoshta kur i shikon brenda. Kjo është për pica për bukë, mire kisha. E se mu duken nga ngjyra, prandaj thash. Edhe më pëlqyen shumë sepse kanë këtë i mban të freskëta brenda, edhe nuk të zë shumë vend t'i lësh shumë të hapra. Më pëlqejnë edhe janë me të vërtet super të bukura. Dua t'ju them që edhe këtë e kam bler, ka kushtuar veç 1 euro. Gjithashtu tek Esselunga kam bler 2 nga këto furçat e dhëmbëve dhe kam kushtuar 8 euro. Janë të Oral-B, por nuk gjeta ato të dhëmbëve sensitive dhe sa janë shumë agresive për mishrat e dhëmbëve të mi. Një detaj super i vogël. Në fakt kam bler disa gjëra të bukura te Teddy, por ato do t'i tregoj te pjesa e dytë, siç ja thash. Kam bler 2 spunjeta për të larë trupin. Mua kush më pëlqen më shumë? Kjo Leilaja që nga e bukur, Leilaja do jetë e ime. Dhe më në fund, tek Teddy, ju mbajt mend që kam bler 2 nga këto. Dhe thoja, ka të bardh, ka besh, po të zezë, pse nuk ka? Edhe po qajsha këtu në YouTube, edhe zoti më tha,
Po qahesh e ti, ja të solla unë edhe unë bleva 2 copë, sepse me këto spunjetat vete super mirë. Ti bëjmë një provë tu në YouTube. Tani, unë shikoj edhe këtë do mbaj, nga këto të dyja. Do mbaj këtë. Tani, këto njësoj janë. Kështu që do mbaj këtë dhe do t'i fus këtu këtë lejlan. Edhe në gjitha atje të muri, me që unë komplet ato gjërat e banjës i kam gjyrë të zezë, por nuk do t'i lëmë të vëndi që i vija poshtë aty se bie ujë dhe rashkasin, por do t'i vë më ngjitur, kështu që kullojnë nuk përbëjnë ndonjë problem. Ja dhe Edi kanë gjyrë bukur pak. Tani, a i do më thoj mua, më ke lënë këtë, pra, kjo është për meshkuj, kjo është për femra. Unë pse dua t'i ndroj anët, por duaj që të dukem pak shik, se këtë rozën jemi mësuar të gjithë. Edi në fakt nuk e ka as pak, shikpo, pas kam një bilet, një 70 pa përdorur dhe e pas kam futur aty. Wow! Do më kishte humbur kot dhe do ta kisha hedhur poshtë. Kështu që do t'i vëm së bashku. Më vonë do t'i vëm këto të dyja. Ose pse jo? T'i ngjisim tani. Përsa i përket haulit të pjesës parë, kjo ishte. Erën tjetër, tek videoja tjetër, do shikoni haulin numër 2. Kështu që përsa i përket haulit, kjo ishte gjitha dhe unë për sot ju them natën e mirë, sepse nesër do më vinë njerëz dhe do kemi një udhëtim. Kështu që kaq po i them se ku do ta zbuloni nesër. Mua, natën.